Një profesion mjaft i rëndë dhe plot përgjegjësi është puna e anesteziologëve. Është teori në vete se çka ndodh me trupin e njeriut dhe se si anestezioni ndikon pasi të humbasim ndjenjat. Bujar Muçolli, anesteziologu i specializuar që nga viti 2019, shpjegon se secili bar ka edhe efektet anësore. Çdo pacient që ka më nështruar intervenimi duhet paraprakisht të bëhen vizitat anesteziologjike. Në vizita anesteziologjike hyn të gjitha pyetjet, është një anamnezë anesteziologjike e cila merret mjek pacient edhe bën analizat. Gjitha analizat të cilat janë protokoll për një mbarvojtje sa më të suksesshme të anestezionit. Ndikimi, domethënë kur pacienti përgatitet me analiza, përgatitet nëse është nevoja me konsulta tjera, ku hyn konsultat kardiake, hyn konsultat pulmologjike, për me siguru një mbarvojtje sa më të sigurt për pacientin gjatë anestezionit. Çdo efekt, çdo bari ka dhe efektin anësor vetin. Po anestezioni i cili aplikohet edhe në krejt botën, qëllimi është mbajtja e sigurt e parametra vital, kthyrja e vedijes, që është domethënë irreversibile, domethënë na kemi një komë artificiale realisht që e realizojmë te pacienti. Qëllimi tjetër është që të ketë pacienti siguri, të ketë pacienti siguri mos të ndijë asnjë farë dhimbje, domethënë të sigurohen për arsye që kirurgjia është e dhimbshme, edhe na do të sigurohemi që pacienti mos të ketë asnjë lloj dhimbje, efekt te pacientat e shëndosh. Deri tash nuk ka efekt fatal, efekte anësore të lehta ose të menaxhueshme, ka, ku sidomos mund me hyj pas fazës të anestezionit, kur zgjohet pacienti me shumë si vomitus, ndjenja e vjelljes, shumë pacienta kanë edhe nauze, të cilët e monitorojmë me barna antiemetik, edhe gjithherë është një mbikëqyrje në dhomë e azgjimit që quajmë na ose në dhomë gjysmë intensive për monitorim pacienta. Këto janë gjithherë të menaxhueshme, janë të zgjedhshme, janë si simptoma ose si komplikime të lehta që i quajmë na, po komplikime fatale. Fatmirësisht tash e sa vite që punoj, nuk kemi si anesteziolog nuk kemi fatmirësisht, për shkak që edhe stafi, edhe kolegët, edhe të gjithë jemi në nivel të dur për sigurinë e pacientit. Ndërkaq, efektet më të shpeshta janë halucinacione dhe harresa, ku ka edhe pacient të cilët kanë ardhur duke folë shqip dhe janë zgjuar duke folë frëngjisht. Si efekt, nëse pacienti ju ka nështruar shpeshherë llojet e anestezionit, qoftë spinal, qoftë përgjithshëm, ka psu aksident, ka pas ndonjë smundje përcjellse, smundje urgjente, ku hyn urgjencat kirurgjie, shumë urgjenca tjera, atëherë ka brana vitit, nëse shembull ka pas 3-4 anestezionet përgjithshëm, atëherë edhe literaturë shkruan që si efekt anësor mund të jetë harresa, po jo në atë stadion e zhvillum ku pacienti mos të mbajë mend si gjë, po si efekt anësor edhe literatura jep që harresa mund nëse veç kemi të bëjmë me shpeshtësita llojet anestezionit ose anestezionet përgjithshme të cilat janë aplikuar te ndonjë pacient. Ka borna të anestezionit të cilat kanë si efekt anësor halucinacionet ose faza e deliriumit na që e quajmë, pacienta din me fol, ose ka raste tash për shembull, ka dhe shqiptarë që jetojnë në Gjermani e kur zgjohen pe anestezionit, ka pas raste se kemi shumë pacienta dhe gërbeçar që i quajmë, shqiptarë që janë, kosovarë që vinë të marrin shërbim edhe të kryejnë intervenime, ka hyrë duke biseduar shqip, edhe ka dalë pe anestezionit duke fol frëngjisht. Aja është memoria se në anestezion, gjithherë është edhe aja pika se qysh hen pacienti edhe zgjohet. Mes tjerash, pyetja më e shpesh që doktori merr nga pacientët është se a do e ndjejnë anestezionin. Bëhen pyetje shumë shpeshta edhe nga pacientët para se me fillu anestezionin. Është si pyetje hipotetike kështu. A komendi
a ka mu zgju, kupton. Po gjithë herë janë protokollet të cilat ne i bëjmë edhe ne i mosmi për më fut në anestezion të përgjithshëm, regional, lokal, spinal, epidural, të gjitha anestezionet i aplikojmë.